I akuzuar nga SPAK si vrasës me pagesë, Henrik Hoxha, të cilit gjatë hetimit iu hoq statusi të penduarit, dëshmoi të martën në gjykatën e posaçme në kuadër të procesit gjyqësor për dosjen e njohur si plumbi i artë. Për arsye shëndetësore, Hoxha dëshmoi i ulur në kafazin e sallës, ku rrëfeu me qetësi për fshirjen e tij në disa ngjarje kriminale, duke pranuar rolin e ekzekutorit në disa prej tyre. Në lidhje me vrasjen e Dorian Shkozës në vitin 2020 në Durrës, ku mbeti i vrarë edhe Angelo Avdia, Hoxha deklaroi se ishin premtuar 70.000 euro nga Nureddin Dumani, ndërsa përfundimisht kishte përfituar vetëm 35.000 euro. Ai tha se në momentin e ngjarjes ndodhej në një automjet që drejtohej nga Elio Bitri dhe se veprimi ishte kryer sipas planifikimit paraprak. Hoxha foli gjithashtu për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktori Haxhia, duke deklaruar se objektivi fillestar kishte qenë Altin Ndoci, por plani ishte ndryshuar për ta nxjerrë atë në prit gjatë ceremonisë martore. Sipas tij, vendimi ishte marrë nga Nureddin Dumani, i cili pretendonte se shënjestrat ishin të lidhura me Talo Çelën. I pandeuri tregoi se në këtë ngjarje kishte vepruar së bashku me Nureddin Dumanin, të veshur me uniforma policore, ndërsa automjeti drejtohej nga Klevis Alla. Ai pranoi se kishte qelluar ndaj mjetit ku udhëtonin viktimat. Në dëshminë e tij, Hoxha pranoi gjithashtu përfshirjen në vrasjen e Emiliano Ramzanit në Elbasan. Sipas tij, fillimisht ishte planifikuar eliminimi i 2 vëllezërve Ramazani për një pagesë prej 150.000 eurosh, por më pas ishte vendosur të vritej vetëm njëri prej tyre për shumën 100.000 euro. Hoxha tha se qitësi kishte qenë Skerdi Tasi, ndërsa ai vet kishte rolin e shoferit. Pas kryerjes së krimeve, Hoxha deklaroi se kthehej në Tiranë dhe nuk merrte masa të veçanta sigurie. Ai tha se ishte shqetësuar vetëm pas arrestimit të Klevis Allës, por sipas tij, Dumani e kishte siguruar që të mos kishte frikë. Hoxha shtoi se ishte habitur kur kishte mësuar nga mediat se Alla kishte përmendur Talo Çelën dhe Altin Ndocin si persona të pranishëm në automjet.